Ta muaj Bashkia e Tiranës duhet të zgjohet edhe më herët dhe të flejë edhe më vonë. Tirana ka zgjedhje për të mbajtur në 11 maj, kështu që çdo gjë duhet shkëlqej dhe gjithkush nga ju duhet t'jap më të mirën e vet. Në mitingun e organizuar në sheshin Skënderbej në kryeqytet, kryeministri Rama u bëri thirrje punojësve të bashkisë të angazhohen në zgjedhjet e 11 majit, edhe pse përdorimi i administratës publike për efekt zgjedhorësh në shkelje të kodit elektoral, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi zgjodhi të mbyll veshët ndaj deklaratave publike të Edi Ramës, duke i cilësuar ato si jo politike dhe pa ndikim elektoral. Në mbledhjen e së premtes, Celibashi mbylli hetimin administrativ ndaj denoncimit të Partisë Demokratike, e cila e konsideroi aktivitetin në shkeljet ligjit. Vlerësohet se ka shkelje të dispozitave të kodit zgjedhor. Veprimtaria është raportuar, nuk vlerësohet që çfarë është prezantuar në këtë takim ka të bëjë me veprimtari politike ose elektorale. Denoncimi i PD-s lidhet me mitingun e Ramës në sheshin Skënderbej të datës 20 shkurt, ku Edi Rama mblodhi punojësit e Bashkisë së Tiranës dhe administratës publike dhe u veçpall kryebashkiak pas arrestimit të Erion Veliajt. Sipas Partisë Demokratike, në këtë aktivitet është kryer krim zgjedhor dhe se qëllimi i thirrjes së punojësve të administratës lidhej me mobilizimin e votave për zgjedhjet e 11 majit. Ky pretendim u hodh poshtë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me argumentin se për aktivitetin është marrë leje dhe nuk shkel kodin zgjedhor. Ndërkohë, denoncimi për përfshirjen antiligjore të kryetares së kuvendit Elisa Spiropali në fushat zgjedhore u vendos t'i kaloj kasit për masë administrative ndaj saj.